A kapi gjinni e po të lidhën për të më fala? Pse njerëzit ka shlet justifikohen? Pse njerëzit ka në herë Allahum falë, por sikur se lypim pak arsye një tro, mës të falna. Ja valla jam smutone, jam ladhone, jam për këthët, s'po më qonë, jam për gjëmë që vallahi, me thirë në jaran e veti, ose në shoqe veta, ose në shoqe veti, ose në pas me shku në punë ora 5, ose me pas me shku atje me marrë mja dha ka 100 euro në xhamin, sa pas e qkan, ose pasha zoti qëhet pa sahat, e pa ezan, para e muezin që kanë xhamin. Po lehat mesele. Po të thërët mëzini, po të thërët Allahu, robi jam që u falu, të smut jam, për gjëmsh jam, vën jem ra, edhe këto të smuja, s'po më len më falë, nuk thot, po më konvenon, sepse pjela smuje sëne. Jo, mare, jo, pasha Allahu, një namazë nuk e letë smujes. Ja. Thuj ndryshe, gjema dikon, mirë që nëse unë e kam keq, hajde që nëse kam keq, ose më thët dikush kësë ma beson mu, unë këta besoj, mirë, dalim për vetës tem krejt. Gjema dikon, në për libra, Koranin, Sunet e pejgamberit, që tapet ulemave, gjema dikon, që ka thonë dikush prej ulemave të njohur, të famshëm, të pranuar të këne, se njeriu në ndonjë rast, smundjeve të ndryshme, justifikohet për se falë heq, gjeje, hajtaj gjeje. Ndash smundje fizike, ndash smundje me gjendë për dire se ka vetdijen, për pas smundje psiqike. E që I bie është jashtë kontrolës, nuk e ka vetdijen, a kërëj meselja, kalemi nuk shkron, por vetdijen po vjen në rënë më falë, ka më falë edhe nëse kup që a I shejtan I malkuar, unë ka më falë. Letë më dalin njerëz dëqë, namazë ka më falë, dhe sejdja është grushti më e randë I shejtanit. Ka më ra Allah tem sejdë, se që atohën e dëna I malkuar. A nuk e ka probleme kanë në fërë smut. Ja, nuk zohet a I shumë, nuk e në farë suksesi. Sukses për të malkuarin është më mënalë mu pej sejdës, sepse din të në ku më qanë, ku e kam venin. E unë nuk e la sejdën. As për ta, dhe as për as një krijes të zotë këtë dënja, nuk e la sejdën. Sepse lania sejdës është me këput lidhjen mes me dhe mes krijuesit tem, me ndërprej. E që kam vinjeta mu? Nëse unë shkëpos lidhjet me zotin tem. Andaj që falo, ale farzën, let kap munim, let kapë njës, namazin fale. Të pagun zotit 2 fesh, të pagun 3 fesh, për mundin, për sabrën, për gjihadin të në njëfësit të në. Allahu truajt e të shëroft, ja Rabbel Alemin ty, e të gjithë smuart muslimanve.